Helmohet zemra kur njeriu, kur besimtari musliman flet shumë. Ai që flet shumë, ai gabon shumë. Ai që flet pak, ai gabon pak. E ai që s'flet kur, veç kur është nevoja edhe pyet dikush, ai mas pakti gabon. Andaj bëno atraktiv. Bëno atraktiv që mi tërhiq njerëzit, jeti me fol sikur ata nxënësat që s'mësojnë e vullnetar. Në çdo pyetje që e bën profesori, ai dorën nalt, so thot dikun pi qelloj, po mos e çabret gjithë dorën, hajt se dikun na shta qelloj, edhe kë. Vën e pa vën, fol me fëmijë, fol me gra, fol me trije, fol me pleqe, fol me plake, fol me intelektuale, me të shkollume, pa të shkollume, se nashta e ke pa dikush në tëna profilet në gjitet. Sidomos në popullin ton, na çka do që të flasëm që tash edhe me fol për nxehtësinë e madhe, dikush e ka një ide. Jo s'ka pas si nxehti, qysh për s'ka pas si nxehti, ku pe dinti, po çashtu po thojnë portalet. Ato portalet hajgare po bojnë. S'di sa mi vjetë e ka lëzun që s'kish pasin nxehti. Ka pas mëre, para 3-4 vjetë që shtu ka qenë. Kërë në kondi diçka, po njerëzit që shtu veç ishtin hund ven e pa ven. Flasin për gjanat që nuk ju përkasin, flasin për gjanat që nuk ju interesojnë, flasin për gjanat e padobishme. Sa ma shumë që i fol gjanat kota, zemra rënohet edhe helmohet. Edhe pastaj, qka prodhon kjo? Apo i shifni tash në kohën bashkohore, qka flasin njerëzit për politik, i madh i vogël. Kajt, vesh një pjesë da opozita, një pjesë opozita, këtu në mes na nuk lom kërkon, se na s'kemi qef me kon drejt. Ja do të mja mojt një nëson knena, ja kësaj anës, jo mëre, ja ma në anën këtyne kur janë hak, ja ma në anën tjetër këtyne kur janë hak, a mu jetë çdo herë vesh njënën bar njënën ze, se s'jën vetëm dy ngjyra vllazën, qëri son ngjyrat i ka kriju Allahu te bareke ve taala. Edhe pastaj shka, më fali me të regu e vica hajgare, tash kanë dalë edhe emisione televizive, më fali të pesta, të ndyta, wallahi, marrë është ato me i lëshu dikush për i muslimanve. Disa për ty, marrë është. Po thët dikush, jas minë zbën me i, mare, na nuk bën me i pa, na nuk bën me i dëgju, mare. Edhe pastaj, shka që ato i dëgjën atje, ti kalzanaj, që po mi kalzën me vla? E po të shi pak me kesh, kesh i marrën e vetë, s'kiti nevoj me rana, me mashtime, me fjallë të pesta. E sa gjana i shifni në për rjetet sociale, gjana të kota, e pastaj njerëzit që ato? I transmitojnë, i shtojnë, i paksojnë, i hjeshojnë e ku ta djone. Andaj të ndërrua vlëzër, nëse duhet me folë, që shka thonë pejgamberi s.a.s. Men kane yu'minu billahi, feljekull khejren au liesmut. Kush e beson Allahun, edhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të heqt. Nëse din me fol mirë, fol mirë. Po nuk din me fol mirë, hesht Allah. Hesht, se Arabët e vjetër kanë thonë, të folurit është nga argjendi, heshtja është nga ari. Pra mos e merr argjendin, po merr arin, se ka dallim shumë. Dhe të folurit e shumët e lodh edhe helmon zemrën edhe çka të bën të padobishëm. Në shoqni edhe të bën jo njëri i kërkuar në një nej. Pse? Se si të hesh aty e din që kimi fol shumë, kimi aprish mohabetin. E kur të fol shumë tani edhe do të më rrejt, kur të fol shumë do të më përgojue, kur të fol shumë do të më bëj thashë thënë, kur të fol shumë do të më tregue gjëra jo të mira, e kështu me radhë,